Sipas testit PISA, sepse nuk e mat veç kualitetin e arsimit, e mat edhe aspektin e sigurisë. 25% të nxënësve tonë në Kosovë, përfshi dhe Prishtinën, kanë po armë në shkollat tona. Kjo është një përqindje shumë e lartë dhe është më e larta në testin PISA në nivel global për fëmijët tonë që kanë po armë në ambientet shkollore. Edhe ne s'mundemi mi mbyll sytë, prandaj ne kemi propozuar që të ketë 200 oficerë të sigurisë, të cilët do të vinë nga policia e Kosovës apo policë të cilët janë të pensionuar, përfshir këtu edhe psikologë në shkolla, në mënyrën që me kriju një edhe aspektin e preventivës, mirë po edhe aspektin e parandalimit, preventiv, parandalim, por edhe tjetë aty oficeri sigurisë. Kjo është tepër e rëndësishme me kuptu që shkollat mas pare duhet me u bëtë sigurta. Kemi një problem të dy që askush s'pe fol. Po ashtu në testin PISA, nxirren që arsimtarët ndihen të pa mbështetur. Pra, prindërit frigohen për fëmijët e tyre, kurikula, ose me thonë, arsimtarët ju duke që nuk pe arrin rezultatin e duhur, mirë po edhe arsimtarët ndihen të pa mbështetur. Është tepër e rëndësishme me ofru një program të mbështetjes, të trajnimit të arsimtarëve, në mënyrën që ai arsimtar, pra arsimtare, me sjell te fëmia jon kualitetin që na nevojitet. Pra arsimi ka nevojë me u sjell kualitetin që na nevojitet, jemi të volë për shkolla fillore dhe shkollat e mesme. Po ashtu në arsim hyn edhe çështja e qerrëve. Ne jemi një qytet i cili lëngon nga mungesa e qerrëve. Lëngon. Nuk ka lagje që shkon, që nuk sheh gra, që nuk sheh prindër, e sidomos gratë, të cilat janë të privuara nga e drejta atyre me lyp punë, karrierë, me u shkollu, e kështu me radhë, për shkak barrës që u bie me mbajt fëmijët. Dhe ne mujmë me folë që jemi duke bo reformë për 10%, po çka më ndodh për 90% të fëmijëve tonë që nuk po pranojnë ato, ose 90% të përfundojmë, ne? Ose 90% të popullatës tonë e cila nuk ka mjaftueshëm qerrë. Ta na mund me thonë që kemi bo zgjidhje në këtu, kemi bo zgjidhje. Problemi o real, nuk ka lagje që shkon, që se ke një grup të grave të cilët janë në takimin tonë politik. Nuk ka me pas mundësi në cilën do lagje. Edhe dardania që ka qerrë, unë kam pas rastin, një zojë e cila mu ka anku për mungesë, shoqet e veta mu ka anku për mungesë të qerrëve. Kështu që kur flasëm për arsimin, duhet me kuptu që fillon në qerrë, aty ku ndihmohen prindrit, aty ku ndihmohen fëmijët, ku grave ju krijohet mundësia me jetu jetën e vet, karrierën e vet, dhe fëmijëve, dhe ka studime shumë ta këtu, që në fëmijët që shkojnë në qerrë, arrin zhvillim shumë më të madh se sa fëmijët që nuk shkojnë qerrë. Pra, pe kuptoni, një politikë e cila me vedije, dhe këtu nuk jem të folur veç për zotin Rama, këtu jem të folur për zotin Ameti e për gjithë ata tjerë që kanë qenë, sepse jemi të folur për 25 vite në Prishtinë, që ne nuk e kemi një rrjet të mjaftueshëm. Edhe për drejtorinë e arsimit që keni u thash 2 vite. Dhe një rrjet të mjaftueshëm. Apo jo? Unë po flas për gjithë. Unë po flas për gjithë. Edhe për ato domethënë shumë. Ata përfundoi tash. Unë e shoh tardhën. Ermal më ndërpreu, unë nuk e përfundova arsimin. Sa nisa arsimin të sekonda po e mbyll. Me 30 sekondë ta përfundoi arsimin. Me 30 sekonda. Jo vetëm unë pekon konkrete, se këto janë veç teori apo filozofi, po planet konkrete ti tregoj. Planet konkrete ko desh mi përfundu. Zoti Rama nas kena pas njerë që e ke prej qerrën që e ke prej një shere të shkollës. Jo, nuk është të vërtet. Ne kemi ndërtu qerrë dhe jemi duke ndërtu qerra. Pra të kësha po, shiko, se na kurrizin kër e kini 30 sekundat e fundit. Krejt, partia keni shku, me pas kun që ashtu për qerrë dhe për mu. Ju këshi shku kejt partia dhe në qerrë dhe shkolla. Po nas kena po, pëse s'kena po? 30 sekunda, Uran, 30 sekunda për qështë i rrës. Po këthejmë të kjo, që duhet me kuptu që edhe zoti Qeku çka po munduhet nga jashtë më thonë, po edhe ti ke pas këtu pak, edhe këtu ke pas. Nuk po përmend shpendametin asnjëherë. 6 vite, pelot 6 vite po bëna korrekt. Jo se zoti Qeku po bëna korrekt, po thon 2 vite ka qenë PSD. Jo, kallëzo sakt. 6 vite, e tash. Jo, kallëzo sakt, masi po bësh korrekt sakt sa vite. Sakt. Hajde dhe. Përse nuk po e di, nuk je korrekt. Unë e di gjë. Përse po e din mirë. Që unë po ta përmendi shpendameti është pjesë çka ka ndodhur në Prishtinë. A jetë është okej, e përmena në shpendamit. A mund është ti me përmena? A merë përgjegjësim? Gjithçka që ka ndodhur. Gjithçka që ka ndodhur. A merë përgjegjësim? Po jo.
Po e merr përgjegjësinë. Mos flasim për të kaluar, na vjen sa e rëndësishme s'po do përgjigjen. Rregull. Shiko, a di çka po thon? A di pse s'po duam të përgjigj? Gjithmonë dush më kon rahat me marr përgjegjësi. Sepse unë a di pse s'po përgjigj. Gjithmonë dush më kon rahat me marr përgjegjësi. Me reflektu në gabimet që i ke bë, edhe me esma tutje. Shumë normale për me marr përgjegjësi. Unë marr përgjegjësi. Kur do të ka nevojë? Nuk ka problem. Unë e kuptoj që ti ke filluar me përgjegjësi. Mirë po, çfarë do të është gabon atko? Që në Prishtinë. Është përgjegjësi edhe jona, ka që thjesht. Se po mendon se probleme marr përgjegjësi. Se unë po them diçka. Hajde thuje. Probleme në Prishtinë. A e marr ona apo nuk e merr ti? Nona. Hiç kom qenë unë aty. Ti ke qenë që tu qeverisi edhe s'po merr përgjegjësi. Që unë trajtuar nga qeverisë. Familjet në Prishtinë. A unë përfundoj arsimin dorën Barilev. Shumë rastishëm arsim. Barilev dhe në 2025, në 2026, në fshat Barilev e çon dorën i prind. Burr dhe vjen shumë mirë që e kërkon edhe ai thot a ka mundsinë një qerdhe. Pra, ne këtu e kemi problemin. Zgjidhjet tona, kur flasëm për unazën e jashtme, kur flasëm për tramvaje 32 metrësha, kur flasëm për çdo projekte që janë të mëdha utopike, kur flasëm për metropolin, Prishtinën metropolitane të Zoti Çeku, metropolitane. Zoti Çeku flet unë, pra unë filozofikisht jam kundër kësaj. Unë